Në punën për të vënë në jetë porosinë e partisë, për të mbështetur fuqimisht në forcat tona, kolektivi uzinës së radio televizorëve në Durrës po thellon më tej revolucionin tekniko-shkencor. Kohët e fundit u instalua në uvun në shfrytëzim 2 linjat plota teknologjike, njëra nga të cilat është linja e prodhimit të qarqeve të stampuara. Megjithëse shtapi i parë, mund thuhet se në këto prodhime kursehet rreth 20% e valutës që duhet për importimin e aparaturave elektronike për televizor. Në punën për këtë linjë, u prodhuan shumë forma e stampa, disa prej cilave paraqitnin probleme teknike që zgjidheshin për herë të parë në vendin tonë. Me mendimin e tij krijues, ky kolektiv novator po bën kthimin gradual të uzinës, nga një uzinë montuese në një uzinë prodhuese të aparaturave elektronike.